Igli Tare tashmë është edhe zyrtarisht drejtori sportiv i Milanit, një detyrë e cila e kthen atë përsëri në skenën më të rëndësishme të futbollit botëror. Të bëhesh pjesë e një klubi si Milani është një burim krenarie dhe përgjegjësie të madhe. Falenderoj klubin që më besoi këtë rol. Klubi e njeh vendosmërinë time të fortë dhe dëshirën time për të arritur sukses. Do t'ja kushtoj të gjithë përvojën time shërbimit ndaj këtij klubi të madh, i cili është i vendosur të kthehet në maj të futbollit italian dhe evropian, ishin fjalët e paratëtares si drejtuesi i ri i kuqezinjve. Edhe administratori i përgjithshëm i Milanit Giorgio Furlani nuk nguroi të lavdëronte punën e drejtuesit shqiptar, i cili padyshim tashmë do të ketë një detyrë edhe më e vështirë e të komplikuar se në të kaluarën kur ishte pjesë e Lazios. Jemi të kënaqur të mirëpresim Igli Taren në familjen Kuqezi. Është zgjedhja e duhur për t'u rinisur. Kompetencë, vendosmëri dhe vlera të larta të lidhura me një njohje të madhe të futbollit italian dhe një vizion ndërkombëtar e bëjnë atë profilin ideal për të kontribuar për rinisjen e klubit përmes zhvillimit të një projekti sportiv ambicios, u shpreh Furlani.